Përshëndetje Florian, dëshmitar. Ju thatë që gjithsej në lokalin tuaj ku qenë dikun 8 herë deri në 10 herë. Po flet gjithsej prej kur ekziston ai lokal apo. Unë dhe ti shtëpijat në fshat i kemi shumë afër. A jam rritur në Cermian apo në Suedi? Suedi. Një ditë. Vetëm pak më ka dhënë, se po më duhet ishtu. Po vazhdoni. Pyetja tjetër. I akuzuar i Granit në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kam qenë tot me Naimin te Betra, me lokalin tuaj. Jo vetëm atë ditë, por Vetëm pak, I akuzuar Granit në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes thotë që me Naimin lokalin tuaj te Betra. Po, Naim? Po, do të një ditë përpara nuk është që në këpa me tonë. Jo, asnjëherë që Granit në bashkë me Naimin. Pikërisht. Jo, asnjëherë as bushur të ka thonë të dhe Granitin në lokalin te. Po, kur kam qenë, sepse ne kemi qenë edhe shok edhe në rrjetet sociale. Kur kam qenë në Kosovë, ma shumë kam qenë në Prishtinë apo në Cermian. Po edhe një pyetje. Florian, ju më keni taku edhe disa herë me fëmijët e mi, kur kam qenë, sepse gjyqtarët përveç pjesës kafenes, është edhe një pjesë market në lokal. Kjo edhe shpjegon se thot 8 herë deri në 10, sepse unë nuk është që kom ndet në pjesën e kafenes, por kom shku me blejë kokë ose diçka tjetër për fëmijë. Vetëm pak, ju më keni takuar edhe sa herë me fëmijët e mi, sepse përveç pjesës së kafenes është edhe një market në lokal. Kjo është shpjegon se kam qenë deri vetë herë, sepse kam hyrë në market për të blerë fëmijëve. Po. Pyetja është? Po, pyetja është a më ke taku edhe me fëmijët e mi disa herë. Por me bashkëshortën time të ndjerë, Gridore, a më ke taku në njerë? Përtuve që më taku në bashkëshortën. Nuk po flasë vetë për lokatën. Jo, edhe jashtë në Nuk më kujtohet që ju më takuar në me bashkëshortën tuaj të ndjerë. Nuk I kujtohet. Jo, pandemia.